pasqyrë e kësaj vije është gjendja katastrofike e Shqipërisë, është varfërimi deri në palcë i saj. Ekonomia jonë, industria, bujqësia, duke ecur sipas dogmave marxiste, njëherë me lëndë të parë, edhe njëherë pa lëndë të parë, njëherë me instrumente, njëherë pa instrument, e tërë kolektive e gjitha dhe askujt. Tani O shok, ta lëm. Ju deri në fund mendimet e vetëm. Ju ma vërtetuat mendimin tim ma vërtetuat të fshehur në vetvete se Partia e Punës nuk rinovohet në qoftë se ju bëni kështu. Vërtitjet tuaja, jashtë çdo civilizimi dhe jashtë çdo kohe të qytetruar janë pasqyrë e një partie që është shtrirë në shtrat dhe po jep shpirt. Shok, ju lutem, shok.